kërkues, si Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci e të tjerë. Që fillimet e punës së tyre kanë bazuar pikërisht në librat biblik apo në profeci. Kjo ka zhvilluar fantazinë e tyre, kështu që fantazitë janë shndruar në ide, dhe idetë në realizimin e veprave të mëdha që sot ne njohim. Parashikime, paralajmërime, parandjenja, njoftime, profeci. Kur preken këto çështje, rreziku është sepse jo vetëm keq kuptohesh nga masa, por deklasohesh si jo normal, pikërisht nga shoqëria ku ne jetojmë, sepse kur spikat maksimumi i perceptimit njerëzor, në larg pamësi racionale, në ideale profetike, apo në një varg gjërash që nuk përputhen me atë që ne prekim apo shohim, i bën ata të dhunshëm kundrejt këtyre fenomeneve. Lidhja mes profecisë dhe feve ka qenë dhe është me të vërtet shumë e fortë, por zbulimet që kanë të bëjnë me të ardhmen e njerëzimit nuk kanë si bazë vetëm pikpamjen fetare, por paraqesin me të vërtet një nivel superior, sikur të vinin nga dimensione të tjera. Profecit nuk janë tipike të një feje të caktuar. Ato në të vërtet prezantojnë një aspekt të përbashkët të të gjitha feve që kanë lindur dhe ekzistojnë në tokë. Dhe pothuajse të gjitha këto profeci duket sikur kanë një lidhje sekrete mes tyre, duke lidhur kështu të krishterët, budistët, islamikët, ortodoksët dhe hinduistët në një pikë të vetme, në diçka të mbinatyrshme. Sekreti i profecive. Gjithmonë në të kaluarën kanë ekzistuar disa njerëz që kanë qenë të aftë në krimin e njohur mes botës sonë dhe dimensioneve superiore që mbikëqyrin. Këta personazhe, të famshëm apo jo qofshin, kanë parashikuar evenimente të saktme sonë, duke e futur në labirintin e kontenerit të pashtershëm të memorjes kozmike, e lejueshme vetëm për disa hibrid. Pra, vetëm për ta. Akoma sot, mbas mileniumit të civilizimit, ekzistojnë mira dokumenta profetike që pothuajse gjithmonë kanë qenë dhe janë objekt studimi, dhe që ndoshta disa nga ato do të mbeten të tilla në përjetësi, ndaj dhe konsiderohen hynor. Profecitë vijnë nga burime të ndryshme, nga personazhe të ndryshëm, në epoka të ndryshme, dhe shoqëri që nuk kanë të bëjnë fare mes tyre. E megjithatë në thelb, parashikimet e tyre të evenimenteve më të rëndësishme në këtë periudhë, çuditërisht puthiten me njëra tjetrën. Pavarësisht nga çfarë profetët kanë parashikuar në profecitë e tyre, frika e kaosit që është krijuar kohët e fundit nuk le gjë tjetër përveç se një parandjenjë jo të këndshme për të ardhmen tonë. Perceptohet në fakt një rritje e çrregullimeve të gjitha fushave, por në veçanti në të ardhurat financiare dhe familjare. Ndoshta kemi të bëjmë me një proces të zgjidhjes së një ekuacioni nga vetë natyra, apo ndoshta këtu është vetë dora e njeriut që projekton të gjitha këto. Sidoqoftë, sipas profecive të të gjitha kohërave dhe të të gjithë popujve, thuhet se pikërisht ky generacion do të asistojë në shumë kataklizma, duke përfshirë jo vetëm anomali natyrore, por edhe sociale, politike apo fetare. Shumë profet kanë ekzistuar në këtë planet. Mira kanë qenë profecitë e tyre, por profeti më i diskutuar dhe më i famshëm i të gjitha kohërave është Nostradamus. Dhe ne sot do të flasim vetëm për të, dhe për parashikimin që ai ka bërë për shqiptarët dhe Shqipërinë. Flasim për një mit, për një legjend, për një njeri që emri i tij mund të ekzistojë epokave të kaluara edhe ato që do të rrjedhojnë. Ai ishte dhe mbetet profeti më i famshëm i të gjitha kohërave, i quajtur Nostradamus. Emri i vërtet i profetit Nostradamus ishte Michel de Notre Dame. Ai lindi më 14 dhjetor të vitit 1503 në Saint-Rémy të Francës. Kanë kaluar rreth 500 vite dhe figura e këtij miti dhe profecitë e tij akoma sot të magjepsin me bukurinë që ato janë shkruar. Gjeneratë të tëra njerëzish, studiues dhe besimtar, janë munduar të zbërthejnë në mënyrën e tyre ato çka profecitë fshehin. Thuhet gjithashtu se
sa më mira njerëz janë magjetsu, po aq sa është edhe madhështia e të shkruarit të këtyre profecive. Në librat që ai shkroi, libri i Profecit, mbetet jo vetëm libri i tij më i famshëm, por është cilësuar edhe si doktrina e shkencave okulte. Ndaj e bën atë dorëshkrimin më të famshëm të librave okulte. Në librin e atij që shikonte të ardhmen, për të kuptuar domethënien e vargjeve mistike, aty gjenden informacione të karakterit historik, kultural, gjeografik, mitologjik, individual e të tjerë. Në brendësinë e këtij libri përmbahen profeci të gjitha shteteve, si Itali, Francë, Gjermani, Angli, Vatikan, Kin, Indi dhe mbi të gjitha, ajo që na bën shumë kurioz është se Nostradamus ka parashikuar gjëra ngjyrëse për Shqipërinë. Po çfarë ka profetizuar për Shqipërinë Nostradamus? A dhe pse? Libri i Profecit është shkruar në formë poezie dhe këto lloj poezish janë të formuara në rreshta, 4 për secilën profeci, të quajtura kuartina. Aty gjenden rreth 100 parashikime. Pra këto 100 parashikime me 4 rreshta quhen centura. Fjala centura vjen nga latinishtja, që do të thotë 100 ose 100. Thuhet se për të shkruar këtë libër, Nostradamusit i duheshin vite, dhe në fund, ai e publikoi këtë libër në vitin 1555. Në librin Profecit, Nostradamus ka bërë parashikime të shumta. Dhe profecia ku flet për Shqipërinë gjendet në Cinturia 8. Kuartinat janë rreshtat. Në kuartinën 1 ose në rreshtin 1 të Cinturies 8, ai flet për Spanjën, se si do të pushtojë nga francezët. Në rreshtin 2 të Cinturies 8, Nostradamus flet për diellin dhe për Marsin, që do të bie në një linjë me shenjën e zodiakut të Luanit. Në 3-shin ai flet për qytetin e Torinos, në 4-ën profetizon Monaco, kurse në rreshtin 5 ai që në vitin 1555 profetizoi se si Franca do të pushtonte Maltën. Dhe kjo ndodhi kur më 1798 Napoleon Bonaparte kthehesh nga Egjipti, kështu ai i pushtoi Maltën. Por le të shkojmë në kuartinën 40 ose rreshtin 40, aty ku profetizon për Shqipërinë. Gjaku i të vërtetit den është i preferuar në ngjyrë fioriti, për t'u akmarrur kundër Saturninësve. Nga dallgët e ujrave do të ngrihet një bandë re, pastaj ata do të marshojnë kundër shqiptarëve. Renardin do ta zgjedhë, ai nuk do të thotë asnjë fjalë, sepse ai do të jetë shenjtori, duke jetuar në atë vend të ashpër, papritmas të gjithë ai do t'i drejtojë, duke u vënë këmbën në fyt edhe më të mëdhenj. Ndoshta nga kopratësia, apo nga rrethanët do të detyrohet, thënjet e tij do të bulosen në Orleans. Në Saint-Mémirier do të ketë rezistencë, ndaj do ta vrasin në tendën e tij e do të thonë se po flinte. Për vendosjen e dy gjërave bastarde, nipi gjakut do të zërë fronin e tij. Nga ai moment do të fillojnë goditjet nga të gjitha anët. Nipi nga frika do të thyejë mësimet e tij. Pjella biologjike e shenjtorit do t'i çorientojë duke i drejtuar në rrugën e mësimeve të tij. Mbretit miku të tij të vjetër, nga raporti i zbulimeve në Navarra do t'i gjynjëzohet. Me dorë të fashuar dhe me këmbë të lidhur, larg nga çalajs të pjellën e dytë do të largojë. Nga parulla vdekja do të vonohet, pastaj brenda tempullit në Pashk, më në fund do të del gjaku.
profecitë e profetit Nostradamus, të gjitha ato që ai ka shkruar nuk gjen një zgjidhje konkrete, sepse shkrimet e tij janë kaq të ndërlikuara sa që do të ishte shumë e vështirë të deshifroheshin nga çdo kush. Por megjithatë, vetveti u lindin qindra pyetje për atë çka ne na përket dhe na prek. Si për shembull, çfarë do të ndodhi në Shqipëri? Dhe nëse do të ndodh diçka, kush do ta krijojë këtë shregulim? Dhe pse? Dhe ç'lidhje ka Shqipëria me implikimin e marrëdhënieve të fshehta të shkencave okulte? Por për të gjitha këto pyetje nuk mund të jepet një zgjidhje, sepse ato janë vulosur bashkë me profetin Nostradamus, që në 2 qershor të vitit 1566, kur ai vdiq, për të marrë me vete të gjitha përgjigjet dhe për t'i fshehur ato në vendin ku ai prehet dhe për mos t'i shpërthyer ato